Përshëndetje të nderuar miq, pa ndërlidhje nuk ka komandim, pa komandim nuk ka fitore. Do të kthehemi te kjo shprehje e shumë dekadave më pas, në mos gaboj e Mehmet Sheut, për të analizuar gjendjen aktuale të ushtrisë dhe kapaciteteve fortifikimit të Shqipërisë në një kohë trazirash dhe tingush lufte nga të katërta anët me dy konflikte që janë jo vetëm në Ukrainë, por edhe në lindjen e mesme. Për të analizuar situatën e ushtrisë tonë sot, kemi të ftuar zotin Memusha Bilaj, ish inxhinier ushtarak, ish drejtori i laboratorit qendror të kimisë, me mjaft pozita të larta drejtuese dhe njohës mjaft i mirë kapaciteteve tona ushtarake. Zoti Bilaj, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, mirë se u takuam. Faleminderit. Ne kemi diskutuar në biseda të tjera për kapacitetet e ushtrisë, por jo për tunelet. Aq më tepër nëse kemi edhe anë bërthamor, nëse në një situatë hipotetike të mundshme konflikti, lufte, siç thonë disa prej analistëve që nuk përjashtohet, ndoshta po ti tek Tiranit lëshoj një raketë edhe në Tiranë tek Mujahedinët. Ku do ta fusim kokën për ta thënë më troç? Ne, por edhe udhëheqja për të komanduar. Tani konflikti ndërmjet Izraelit dhe vendeve arabe në përgjithësi, në veçanti tani u ushtuar ndërmjet Izraelit dhe Iranit, është pothuajse në javën e parë. Ka pothuajse 6 vite që ka filluar. Shumë analistë quajnë këtë si një trokitje në derën e luftës së tretë botërore. Po të nisesh nga këto ide që lufta e tretë botërore mund të fillojë duke u nisur nga ky konflikt që sapo ka filluar, duke sikur biem në teoritë konspirative të parashikimit të profecive të Nostradamusit që dy luftrat botërore u zhvilluan me qendrën në Evropë, ndërsa lufta e tretë botërore do të fillojë nga lindja e mesme. Krijohet ideja sikur politika botërore po punon që të zbatojë këtë profeci të Nostradamusit. Ndërsa unë do ta shikoja këtë konflikt si vazhdim etapën e dytë të pranverës arabe. Para 12-13 vjetësh unë ndërmor një mësimje në Afrikën e Veriut ndaj vendeve, një pjesë të vendeve arabe që dihen ato pasoja dhe çfarë sollën dhe njësëm tek lufta me Sirinë. Tani problemet u drejtuan në konfliktin pastaj në vazhdim ndërmjet Izraelit dhe problemet me Palestinën që kanë pothuajse 3 vjet që po zhvillohen. Dhe ditë të fundit Izraeli ndërmori operacione ushtarake për të shkatruar Iranin. Dihet që Izraeli është një shtet ushtarak. I detyruar të jetë kështu shtet ushtarak nga konfliktet e shumta të pandërprera që para pothuajse 30 vjetësh me vendet arabe. Ka zhvilluar 5 luftra standarde që mund t'i quajmë me vendet arabe, të cilat pothuajse i ka fituar të gjitha me përjashtim të luftës së katërt arabe-izraelite, që pësoi një disfat. Vurin të kyte ekzistencën e Izraelit dhe të tjerat i ka fituar përveç luftrave më të vogla, në shkallë të vogël, në formë provokacionesh dhe përplasjesh me komshit arab që ka rreth rrotull. Në këto ditët e fundit, duke marrë shkas nga kërcënimi që bërthamot që mendohet që do të ushtrojë Irani, ndërmori këtë operacioni ngritja e Luanit që shkatroi komplet sistemin e mbrojtjes kundërajrore të Iranit, shkatroi shumë nga objektet, e gjeti në gjumë komplet si shtet të Iranit,
Dhe po të vazhdoj kështu, ndoshta brenda disa ditëve Irani gjunjëzohet. Preteksti I kësaj lufte është, ka kohë që diskutohet, është tendenca e Iranit për të përgatitur armën bërthamore. Është e njëjta histori që ndodhi edhe me Korenë e Veriut. Domethënë, ju kundërvon të gjithë Korenë e Veriut në kohën që po përgatiste armën bërthamore dhe për çudi Korea e Veriut u kthye në një fuqi bërthamore dhe sot nuk po kujtohet njeri më t'i thotë Korea e Veriut pse I bëre këto armë bërthamore. Paka shumë e njëjta gjë do ndodhe në Iranin nëse ai do vazhdojë të historikë të prodhojë armë bërthamore. Por problemi nuk është tek armët bërthamore. Puna që bën Irani për armët bërthamore. Ekspertët që kanë analizuar gjendjen e zhvillimeve teknologjike për pasurimin e uranit thonë që është lart akoma mundësia e Iranit për të disponuar armë bërthamore. Atëherë është goditja e regjimit, pra rrëzimi I regjimit, nëse s'është e parë. Pra, specialistët e vendeve ndryshme, agjenturat e tjera tregojnë që pasurimi I izotopëve të uranit për armët bërthamore është në masën 60% tani. Që të prodhohet një armë bërthamore do një pasurim të uraniumit në mbi 85%. Nuk ka efekt në 67%. Dhe kjo periudhë, kjo interval për të kaluar nga 60% në 85% minimumi ose ndoshta 90% është si thua etapa më e vështirë, më e gjatë dhe më e kostueshme. Kështu që Irani që ka një 10 vjet që merret me këtë histori ka arritur deri këtu, do t'i duhet edhe disa vjet të tjerë që të jetë në gjendje të përgatisi lëndën e parë për armët atomike. Bile ka dhe probleme të tjera, po të marrin vetëm këtë që është problemi më I vështirë nga ana teknologjike. Kështu që duke ditur, bile vetë politikanët dhe ekspertët kanë përcaktuar që Irani është larg akoma prodhimit të uraniumit 235 që duhet për armët bërthamore. Kështu që ky problem shërben vetëm si pretekst. E vërteta është tek fakti për mendimin tim që Irani është një fuqi energjetike, fuqi nafte. Është vendi I tretë në botë për rezervat e naftës dhe aftësinë prodhuese. Dhe vendi I dytë në botë për rezervat e gazit dhe aftësinë prodhuese të gazit. Duke qenë një fuqi e tillë, detyrimisht do ketë kontradikta dhe konkurrencë me vendet e tjera të prodhimit të naftës dhe të konsumit të naftës. Bile me sa di unë, zbulimet e bëra në fillim të vitit 2025 në Iran kanë treguar që kanë rënë në rezerva të reja të mëdha të naftës, që diskutojnë ta kalojnë Iranin nga vendi I tretë, prodhuesi I naftës në vend të dytë. Pra luftë gjeoekonomike. Pra lufta bëhet për naftën, nuk bëhet për uraniumin. Investimet që parashikon Irani në këtë zona të reja të naftës për 2025 përfshin mbi 500 miliardë dollar. Pra është një superfuqi ekonomike dhe natyrisht këto para do harxhohen për të blerë pajisje për të shfrytzuar rezervat e naftës dhe do blihen nga Evropa ose nga Amerika. Shumë nga ato pajisje një pjesë ai prodhon vetë, pra problemi është tek Irani si fuqi nafte. Kjo pasuri kaq e madhe tani kalon pothuajse 1/3 e rezervave të karburanteve që përdor bota kalojnë nëpër atë ngushticën e famshme të Hormuzit që ka shumë vite që diskutohet dhe që
është në posedimin e Iranit dhe që përpiqen në forma të ndryshme ta mbajnë aty në kontroll. Bile ajo është goditur tani, janë bërë shumë aksione nga Izraeli, janë hedhur në erë shumë anije, sidomos ato që i vinë nga Kina me karburante për raketa. Se një pjesë të karburanteve të raketave Irani e merr nga Kina, merr edhe nga Korea, përveç pjesëve të tjera teknologjike merr edhe karburante që nuk i prodhon vetë. Kështu që është Irani tani ka këtë rezervën e madhe të naftës dhe vend kalimi e një të tretës së prodhimit botëror të naftës. Duke patur këto dy kyçe në dorë, detyrimisht i ngjall lakmin e gjithë fuqive të mëdha. Natyrisht Izraeli nuk është në gjendje vetë të përballet me Iranin, por duke patur mbrapa si suport Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglinë dhe disa vende të tjera të Evropës, është duke qenë një mash në duart e tyre përbën rrezikun kryesor për të shkallëzuar këtë agresion që me sa duket ata brenda 10-15 ditëve Irani del jashtë loje si shtet. Por mund zgjerohet konflikti më tej në vende të tjera apo mbyllet për 10-15 ditë me ndërhyrjen e SBA-s edhe rafshimin këto luftra janë të kontrolluara. Dhe pavarësisht që nga zhurma që bëhet jemi në pragun e luftës së botërore është thënë shumë herë këto. Bile për mua pragu më afër situata për luftën e tretë botërore nuk ka qenë këtu, ka qenë në luftën e 4 arabo-izraelite në 1973. Ndoshta ju nuk e dini atje, po atëherë u bë gjithmonë një kërcënim për ndërhyrjen e superfuqive në konflikt. Kjo do të sillte patjetër një luftë botërore. Megjithatë, në ato momente u jep një mënyrë, një modus vivendi ndërmjet superfuqive dhe e detyron Izraelin që të ullet në vizetimin e pasaj që përfundoi me marrëveshje që u bën në mbrapa. Pra atëherë ka qenë situata më e rëndë. Ishin gati superfuqit për të ndërhyrë direkt. Nga që Izraeli... Ju parashikoni një ndërhyrje të Amerikës? Amerika do ndërhyjë për dy arsye. Në radhë të parë, Izraeli si mashë e Amerikës nuk po i bindet shumë që të dëgjoj porositë e tjera dhe e shkallëzon agresionin në mënyrë të pa kontrolluar për esapin e vetë, sepse e ka përgatit terrenin me kohë për këtë aksion të sotshëm. Izraeli është një shtet ushtar, i cili ka një potencë shumë të madhe ushtarake. Për vitin 2025 ai ka 5.3 më duket % të GDP-s e ka hedhur në përforcimin e ushtrisë. Më të një rreth 25 miliard dollar që ka investuar për mbrojtje. Nga të cilat nga komendet e shifrave del që për çdo qytetar Izraeli në vit 2.500 euro shkojnë për fushatën ushtarake. Pra, është një investim i jashtëzakonshëm në të drejtim. Dhe duke patur dhe një bazë të fuqishme vetë ekonomike, ai është vendi i 16 në botë në krahasimin e GDP-s për frymë, ka mundësi që të mbajë në këmbë një ushtri me pajisjet më moderne. Megjithatë luftë bërthamore ju mendoni që nuk do ketë, sepse Irani s'ka armë bërthamore. Irani nuk ka. Sipas të dhënave del që Irani disponon rreth 400 kg uranium të pasuruar, maksimumi në masën 60%. Në sektorët veçantë mund të ketë dhe pjesë sasi më të vogla me një përqindje më të lartë, 70% e tjera, por është i lartë akoma të kapjes së shifrave mbi 85% që duhen për armët bërthamore. Me 400 kg uran të pasuruar, sigur ai t'i çojë në masën 85%,
ai mund të bëjë 10 deri në 12 mbushje bërthamore të kalibrit të Hiroshimës. Por jo më shumë se 15, ndërkohë që vetë Izraeli është fuqi bërthamore. Ka rreth 150 mbushje bërthamore që ka prodhuar vetë. Jo vetëm kaq, po Izraeli nuk e ka nënshkruar traktatin e mosbërhapjes arabe bërthamore. Janë 4 vende në botë. Izraeli, Sudani, më duket dhe Korea e Veriut që nuk e kanë nënshkruar. Ndërsa Irani e ka nënshkruar konventin për mos përhapjen e armëve bërthamore. Dhe justifikimin për pasurimin e uranit ai shikon në perspektivën energjetike të shfrytëzimit të energjisë bërthamore, natyrisht nuk i ka njeri këto, sepse nuk i duhet të shfrytëzoj energjinë bërthamore për qëllime energjetike, për qëllime paqësore, sepse ka një rezervë të pamatshme të nafte dhe gazit. Megjithatë, askush nuk e ndalon atë që të bëjë studime për shfrytëzimin e energjisë bërthamore për qëllime paqësore. Po, natyrisht, duke bërë këto investime në këtë drejtim, ai do ta çojë pasurimin deri në atë shkallë që mund të përdoret uraniumi si armë bërthamore. Kjo nxitet më tepër dhe nga politika që ndjek regjimi i Iranit, që duke mos e njohur shtetin e Izraelit, duke luftuar të bërë dëme nga më të çuditshmet, duke nxitur organizata terroriste të ndryshme nga Hamasi e Hezbollah, të gjitha ato që financohen dhe pajisen dhe mbështeten me anë materiale dhe financiare nga Iran. Tani, duke shfrytzuar këto gabime të politikës së Iranit ndaj Izraelit, gjendet dhe preteksi që nëpërmjet i problemit të pasurimit të uraniumit, të jepet një goditje fatale këtij vendi. Goditja parashikon sepse disa goditje të një pasnjëshme në kështu siç po zhvilluar, Irani kapitulon. Për shumë arsye, është një shtet që nuk mund të matet dot me Izrael, nga organizimi, nga cilësia e forcave të armatosura, dhe nga shumë probleme të tjera. Dhe në këtë gjendje Irani nuk e përballon dot. Ai disponon rreth 400 raketa që mund t'i hedhë kundër Iranit, kundër Izraelit, dhe nga këto do t'i përdori dhe disa vite s'ka më. Aftësia e tij prodhuese është 10-12 sot raketa në ditë që mund të bëj, por tani duke u prishur shumë impiante, ka mundësi që kjo shifër të bjerë dhe do vi një moment që nuk do jetë më në gjendje që të kundërveprojë nga Izraeli. Dhe është drejt kapitullimit. Ky kapitullim do të shoqërohet me një ndryshim politik aty që ai regjimi do të zvendësohet pastaj në një formë tjetër, i cili do të hapë një rrugë tjetër në marrëdhëniet qoftë me Izraelin, qoftë me vendet e Evropës edhe me Amerikën. Puna është që t'i merret Iranit ajo pasuri që ka, nafta, me kushtet që duan vendet perëndimore. Zotja Bilaj, tek ajo që ju më thatë që rezervat po vine poshterojnë të raketave për goditje nga Irani, unë do ju pyesja nëse kapacitetet tani ju ma përmbysët pyetjen, por unë do ta bëj, a ka fuqi ndoshta Irani që të sulmojë edhe përtej Izraelit, pra nëse opozita anti-Iran do bëhesh e gati për të marrë pushtetin e ajatollave, mullave, për të lëshuar një raketë këtej, në rast hipotetik, ne si jemi të përgatitur nga fortifikimet, strehimoret, alarme, ndërlidhja, sikur atash më lart, bunkerët, pra si kemi mundësi tani? Çfarë mund të shpëtojmë nga ajo që na ka mbetur? Ne nuk hymë në listën e atyre vendeve që kërcënohemi nga Irani. Nuk kemi asnjë arsye, as jemi dhe afër. Megjithatë, ato raketat që disponon aktualisht i Irani, të cilat ai do të konsumojë në
përplasjen me Izraelin, ato raketa mund të vinë deri në Greqi, një pjesë. Ka disa të veprimit të largët janë deri në 4.000-5.000 kilometra, po ato janë pak. Dhe është e vështirë dhe për t'i nxjerrë ato, sepse tani që Irani është komplet i kontrolluar në çdo hap që bën, është i kontrolluar nga agjentura izraelite. Përveç agjenturës fizike me njerëz që ka aty brenda që janë në çdo qelizë të shtetit iranian, ka dhe një kontroll të im me satelit. Kështu që nxjerrja e atyre raketave me rrezet e largët veprimi, hapje në sheshe e tjera, me njëherë do diktohet edhe do asgjësohen shtretërit e lëshimit. Kështu që ne jemi jashtë rrezës së këtyre. Raketat që kanë goditur atë Izraelin këto ditë vinë deri në Greqi. Janë deri në 2.000 km, 1.400 deri në 2.400 km është rezervë veprimi të këtyre raketave me rrezet mesme veprimi. Ato me rrezet gjatë veprimi ju thash që është e vështirë për t'i vënë në punë. Kështu që ne praktikisht nuk kemi dhe ndonjë konflikt direkt, ndonjë arsye që të afarohemi me Iranin dhe nuk jemi as objektive HPH i Iranit. Kështu që nga kjo pikpamje ne e shikojmë vetëm me gjaftësi lartë konfliktit dhe nuk kemi ndonjë arsye që të alarmohemi jashtë mase. Megjithatë, nëse mundet që në një moment të caktuar situata ta agravojë dhe të bëhet edhe Shqipëria vend i shenjestruar në këto akte agresive, ne kemi disponuar nga e kaluara një sasi të madhe objekte strehimi antibërthamore. Qoftë në Tiranë, qoftë në qytetet kryesore, të cilat shumica janë në gjendje pune me pak punë e kujdes e shpenzime, ato mund të rikthehen përsëri në funksion. Ne kemi bërë plot gabime të ndryshme edhe në këto drejtim. S'kemi lënë më gjë fjalë pa share, pa thënë kundër këtyre strehimeve, ndërtimeve mbrojtëse ku diona ndaj këteja. Në Kongo gjithë bota i ka dhe i ruan. Dhe i kemi kthyer në muzeo, i kemi prishur, i kemi kthyer magazina dhe depo. Por megjithatë nuk është kjo kryesore, se ato me një veprim organizativ mund të rikthehen shumica e tyre, qoftë në Tiranë, qoftë në vendet në qytetet e tjera. Sa kapaciteti i tyre në Tiranë? Këto objekte kryesisht janë në gjendje të strehojnë udhëheqjen e shtetit. Komanda, njësitë administrative, në mënyrë që administrata shtetërore të mbrohet dhe të vijojë punë në forma të ndryshme. Ndërsa për popullsinë civile, një pjesë e këtyre objekteve mund të shfrytëzohen, një pjesë janë dëmtuar sepse janë prishur aty ku kanë qenë ato objekte e zakonshme në përlagje që shërbenin për mbrojtjen e popullsisë për goditjen e parë. Që popullsia futet aty se pastaj popullsia nuk do rrinë në qytet, nëse qyteti do bëhet objekt sulmi. Popullsia do ikë, do shkojnë fshat. Do ngelen ata që duan. Forcat ushtarake, komanda, qendrat e ndërlidhjes dhe ato pikat nevralgjike të veprimtarisë së administratës shtetërore në një situatë lufte. Kështu që për goditjen e parë, ne i kemi shahruar dhe prishur pothuajse të gjitha këto strehime. Do shërbejnë si strehime vetëm ato që kemi ku ka ndërtesa të reja që kanë strehime nëntoksore, ato janë pak. Nuk mund ta mbulojnë dhe të sigurojnë të gjithë popullsinë një lagje ta thonë. Dhe tjetër është që
Nga ana organizative ne I kemi lënë krejt pas dore, dhe duhet një farë kohe për të ditur ku janë njëherë. Se kam idenë që shteti nuk I di fare që janë, di që janë, ose ku nuk ka një si me këto punë. Nuk I kanë fare, as në inventar, as të kujdesen. Ne dhe disa që kishin kështu të veçanta I kemi kthyer muze ose kështu lëndisen një leti për të I vajtur për të parë. Ato me shpejtësi mund të rikthehen, po duan njerëz që t'i përgatisin të vënë në lëvizje sistemin e furnizimit me energji, në rlidhjen e të gjitha ato shërbime që ajo të funksionojë si një qendër për mbrojtje dhe për komandim. Pra për 48 orët e para ne s'kemi gjë në Terezi. Nuk e gjë në Terezi, ne do. Kjo nuk do ndodhë, shqyqyr që ne jemi lart situatës, por në qoftë se do ndodhte një goditje e papritur, ne jemi të kapitulluar komplet, sepse nuk ka as një sistem që të drejtojë popullsinë që do vjen panik, se çfarë duhet të bëjë popullsia në rast të një situate emergjence. Ne nuk kemi as program, as plan, as njerëz për të kryer këto veprime. Dhe do ndodhemi në një kaos dhe panik total. Kaosi dhe paniku shkakton më shumë dëme se sa agresioni direkt. Ju pak ditë më parë keni bërë dhe një deklaratë të fortë për sa I përket armëve, jo vetëm pra nga pjesa e strehimoreve, tuneleve, por edhe armët që ne kishim dhe një pjesë u çuan për skrap, pjesa tjetër ju thoni që përfunduan edhe në Rusi, por edhe në vende tjera. Por ka legjenda që janë krijuar që raketat që kishim ne përfunduan në Ruanda. Një shembull. Kështu ka vajtur gjithë pasuria ushtarake. Ne këtu I çonin tanket në Podgoricë për t'i shkrirë në një kombinat dhe atje shkrirja këtyre e këtij çeliku ishte e vështirë shumë. Dhe me kalimin e kohës ata nuk I pranonin më të çmontuar, po I merrin kështu bruto dhe ato tanke një pjesë janë quar në objekte në vende të tjera. Nuk janë shkrim. Po me avionët kjo ndodhi, me migët? Jo, avionët ne I kemi këtu në gjendje skraps, pa asnjë mundësi për t'i rigjeneruar. Domethënë, ata janë jashtë përdorimit komplet. Ne kemi si forca ajrore, kemi pak aeroplanë tani që kemi marrë në Amerika, të shoqëruar me disa helikopterë dhe me disa dronë që kemi marrë nga Turqia. Kaq është. Kjo pika jonë më e fortë, pra pika jonë më e fortë janë këta dronë. Janë këta dronë, të cilët më tepër shërbejnë për probleme policore, për të kontrolluar terrenin e tjera shumë, dhe nuk janë për qëllime agresive ose veprime të tjera ushtarake. Natyrisht dhe numri I tyre është I vogël. Veç fjalë shumë për dronë, po që dronët sa janë të lirë në kosto dhe që përdoren janë shumë fleksibël në përdorim, ashtu dhe konsumohen. Do të thënë ata janë llogaritur që në shumicën e rasteve përdoren një herë dhe duhet të kesh rezervë tjetër në magazin, sepse ai niset mundet mos kthehet. Në shumicën e rasteve nuk kthehet më. Shohim dhe me përlajmin që nisen 170 rrezon rrugës. Kështu që droni, domethënë droni është një mjet kryesisht për neve, përdoret për qëllime policore, për kontrollin e hapësirës e gjëra të tilla. Në luftë nuk ka një efikasitet të madh droni, për arsye se parametrat e I ka për tjetër gjë. Domethënë është një trup që fluturon me shpejtësi jo më shumë se 200 km/h, që një snajper I zakonshëm mund ta rrëzojë. Nuk do të kemi shpes tek to. Kanë rolin e tyre, po jo që të fetijizohet edhe të thosh me që kanë 5 dronë, jam I sigurt. Absolutisht. Zoti Abile, kam edhe pyetje për Kosovën. Pas deklaratës së Trumpit që tha do merrem me Kosovën,
në mënyrë indirekte, duke e përmendur tek postimi që bëri për lindjen e mesme. Ju si mendoni, çfarë paralajmëroi në rreshta? Ka rrezik për një konflikt se edhe Vučići deklaroi që armatimi do vazhdoj, nuk kemi frikë nga rretimi i NATO-s, kemi pajisjet e armët më të mira, do vi momenti jon për Kosovën. Pra në gjithë të turbullir, mund të presim ndonjë gjë nga veriu? Absolutisht. Këto janë deklarata retorike që bëjnë udhëheqësit e shteteve, në rastin konkret të Serbisë. Këto deklarata bëhen për konsum të brendshëm dhe konsum të jashtëm, sipas momentit që Kosova nuk mund të preket më, sepse Kosova e ka fituar lirin nga NATO dhe NATO nuk do e lërë më që të ngasmohet. Pavarësisht nga problemet e ditës politike, ngritje, provokacione, këto do të vazhdojnë, dhe ato kanë vazhduar në çdo kohë dhe do të vazhdojnë, nuk e bëjnë rrezik. Presidenti amerikan, në deklaratat e tij, gjithashtu që është deklaratë retorike, le të nënkuptoj që ndonjëri që ka ndërmend në një qëndrim të veçantë ai Kosovës, ta ketë parasysh sepse Kosova është në mbrojtjen tonë. Ik Muhamedi është i qartë dhe sado që të flasin e të bëjnë qoftë në Beograd, qoftë në vende të tjera, nuk e kërcënon gjë as Kosovën as neve në të drejtimin tonë. Zotja Bile, duke qenë se për ta mbyllur kjo, lutem po i rikthehem edhe një herë për sa i përket tuneleve në toksore. Pra kemi Tiranën, Kuksin, Gjirokastën, ku janë të tjerët që ndoshta një pjesë nuk i din, që në rast emergjence po të rikthehen për mobilizim, pra ju thatë që edhe ndoshta qeveria nuk i ka në inventar gjitha, po për të bërë për të dhënë informacion dhe për qytetarë, ndoshta që janë kurioz, kjo ditë ne urojmë që mos vinë kurrë, por për ta ditur. Ku kemi të tjera kapacitete? Ne kemi patur të tilla në të gjitha qytetet, sidomos në ato kufitare, në Korç, në qytetet e mëdha. Qytetet e vogla kanë qenë ndërtime të vogla, ndërsa në Korç, në Kuks, në Gjirokastër ka patur ndërtime të tilla ku funksiononte komanda e zonës, komanda e kopsit apo e divizionit, me gjithë sistemin e saj, mbrojtjes, nervigës, shërbim dhe gjitha shërbimet që duan për të komanduar zonën në rast agresioni. Pa hyrë në hollësirat e veçanta. Por edhe qytetet ishin në thelësi, për shembull Berati, Elbasani e Çuk kanë patur sistemet e tyre si dhe Tirana, kanë pas sistemet e tyre mbrojtëse nën toksore, të pajisura, të përgatitura dhe që mirë mbaheshin për një situatë të veçantë. Po në Tiranë ka që lidhin institucionet pra tunele? Po, shumica ministrive lidhen në tokë me njëra tjetër. Që kemi ne sot. Ish komiteti qendror që është kompleksi sot aty, me pallatin e Kongresit, me gjitha janë të lidhura në rrjetin nën toksor. Sot janë aktive? Ato nuk janë aktive se janë lënë pasdore, edhe nuk kujdeset njeri, por me një mobilizim, në një situatë emergjente, ato mundet të rikthehen në ato gjendje që ishe, të pastohen, të rregullohen, të vendoset, sepse janë prishur shumë nga elementet e mbrojtjes së tyre. Janë hequr ta zonë dyert mbrojtëse të blinduara për të përballuar goditjet bërthamore. Janë hequr sistemet filter ajrosës. Pra janë anti-bërthamore dhe në Tiranë që lidhin institucionet. Po, por puna që të rikthesh në gjendje të plotë duhet punë. Në radhë parë duhet një ekip për t'i vënë në punë, e dyta duhet zënësuar ato pajisje që janë hequr. Unë kam parë ato pajisjet filter ajrosës, strehimin të gjitha ministrive, që më duket një budallë, u që montuan dhe u shitën. Ato ne kemi marrë nga Rusia, kemi marrë nga Kina, kemi filluar të i provonin vetat e pas viteve 80, këto janë pajisje që kërkojnë kohë për t'i përgatitur, për t'i vendosur, për t'i kualituar, etj.
ne këto i kemi vendosur edhe në për ambasada, si pas marrëveshjeve ndërkombëtare, ne çdo vend, jo vetëm neve, përgjigjet edhe për mbrojtjen e ekipit të ambasadave. Pra tek kjo është kryeministria që lidhet me gjitha ministritë apo jo? Po, ato lidhen në tokë. Tani janë bërë ndërhyrje ndërtimet, kam parë një herë ishte bërë një birrari atje poshtë te pallati i Kongresit në tokë. Duke shfrytzuar këto. Domethënë janë degeneruar dhe kthyer në vende në forma të tjera, por ato mund të kthehen se në një vendime duke organizuar punën, ato mund të rikthehen në gjendje pune. Njëkohësisht edhe për këto, jo thash për ambasadat, kemi detyrë për të mbrojtur efektimin e ambasadave. Jashtë. Domethënë, po, ambasadat që kemi ne këtu kanë qenë të pajisura me sisteme filtra aerosas në tokë. Edhe ambasadat që janë këtu të huaja. Po, je i detyruar që të sigurosh mbrojtjen këtyre personeleve. Dhe ne kishim ekipe që merreshin me këtë punë, që në kohë të caktuar bëhet kontrolli i sistemit mbrojtës për ambasadat. Është më vetë. Pra bloku i ambasadave duhet ketë. Po. Dhe këto institucionet kryesore, të cilat ju thash që janë lënë pasdore, nuk dinë përse tashu i kanë kthyer në depo atje, por ato mund të rikthehen në gjendje pune, në gjendje efektive. Pra kemi një Tiranë tjetër në tokë që mund të lidhen institucionet. Këto lidhjet shkonin edhe te Pallati i Kulturës, te Kesmet Kaçi, e ku janë gjithë sistemin nëntokësor, punonte me ndërlidhje me të gjitha gjërat. Ndërtimet e reja tani janë bërë pak të koncept. Bota i bën të gjitha llojet ndërtimeve të tilla që të përballojnë emergjencat që nuk i dinë se nga mund të vinë. Dhe ta zënë një pallat 10 kaç i ndërtuar në Tiranë nuk e ka konceptin që të ndërtohet në një formë të tillë që ato bodrumet e tjera të shfrytëzohen për kokaqe për qëllime të tjera. Në rast emergjente ti shfrytëzosh për nuk ekziston, nuk ka një planimetri, nuk ekziston ideja për ta shfrytëzuar. Kështu që këto do shfrytëzohen në mënyrë individuale, në mënyrë primitive, duke shfrytëzuar në formë të pa rregullt gjithçka që është në tokë, në ndërtimet tona. Pra për ta mbyllur me syt, nëse ndodhi situatë e tillë, jemi nga Zoti dhe nga Amerika. Po, ne kemi kohë që kemi ndarë mendje që neve na mbron Amerika dhe kemi hequr atë fishin e mbrojtjes në të gjitha drejtimet. Por situata nuk na kërcënon, kështu që duke qenë në këtë gjendje që ne nuk kemi një kërcënim direkt, është lënë pasdore problemi i mbrojtjes. Dhe kjo është një nga gabimet e politikës. Nuk është puna të bësh investime të mëdha në këto drejtime, se ne kemi trashëguar shumë pasuri në fushën e mbrojtjes. Puna është ta kesh vëmendjen, kujdesin, me pak investime të ruash ato që ke patur dhe në rast se ke mundësi të bësh dhe investime të tjera me kosto sa më të lirë. Por ne kemi hequr këto fare, edhe nuk kujtohet njeri fare. Vetëm Zoti mos e dhënë që të ndodhesh para një situate të tillë që paguhet me kosto të larta. Tani ku kaosi, rrëmuja që krijohet, sjell dëme të jashtëzakonshme. Duke uruar që kjo mos ndodh, unë të falenderoj shumë sërish për bisedën, zoti Abilaj. Edhe për gjithë informacionin që ndat për publikun, edhe thirrjet për institucionet. Faleminderit për lehtësimin, edhe punë të mbarë.